Në kuadër të muajit mallnueshëm të Ramazanit, Meftinia e Shkodrës shtroi një iftar të veçantë me rastin e 7 marsit, një ditë që ndër mësuesit dhe rolin e tyre të rëndësishëm në formimin e brezave të rinj. Duke qenë se pozita e mësuesit në fenë tonë islame ka një pozitë tepër të lartë, ku vetë Zoti i Gjithësisë ka përmendur në Kur'anin e Mandueshëm që a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Dhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është nis me misionin e mësuesit. Ku thotë në hadithin e tij, me të vërtetë unë jam nis një mësues. Dhe gjithmonë ka qenë dëshira edhe e Meftiut të Shkodrës që me organizu diçka simbolike për respektim dhe mirënjohje ndaj figurës së mësuesit. Dhe sot falënderes Zotit u mundsu kjo gjë dhe menduam që ne me mbledh pjesën më të madhe të mësuesave të cilët tashmë janë në pension, por që ka një kontribut bëjgje të madh në ndërtimin e brezave që sot alhamdulillah janë shpërndarë për dikastëria të ndryshme dhe kjo është tonë falë meritës tyre. Mësimdhënia është ndoshta profesioni më i çmuar, më i dobishëm për shoqërinë dhe ka ndikim të madh në të ardhmen e saj. Askush nuk është më i rëndësishëm për një shtet dhe për një komb se sa mësuesi. Mësuesit kanë qenë dhe mbeten drita e dijes në shoqërinë tonë. Me punën që keni bërë ju për kushtimin dhe dashurinë tuaj për arsimin, ju keni formuar brezat e tërë duke dhënë atyre jo vetëm dije dhe formim shkencor, por edukat, moral dhe vlera njerëzore. Ky iftar ishte një moment i bukur bashkëbisedimi dhe reflektimi për kontributin e mësuesve në arsim dhe shoqëri. Transmetoj me një jetë pastra urimet më të mëdha për ish mësuesit që sot janë pensionista dhe mësuesit që punojnë në frontin e dijes. Iniciativa dhe bashkëpunimi me Meftenin ka bërë që ne të gjejmë mënyra se si në Shkodër të triumfojnë edhe harmonia fetare, edhe Shkodra si vend i dashur i arsimit dhe i kulturës, jep sot një shembull pozitiv ku pa dallim fare feje, jemi në tonë këtu për të festuar atë ditë madhe kur në malet tona janë ngjitur të gjithë me dëshirën e madhe për me hap kulturë. Përfaqësues të Meftinisë, mësues dhe ish mësues diskutuan mbi vlerat e edukimit dhe rëndësinë e kujdesit që mësuesit tregojnë çdo ditë me brezin e ri.